Prej 2 muajsh Luanit i duhet të jetojë me pensionin e prindërve, pasi ai vetë nuk e ka marrë pagesën e paaftësisë. 11.000 lekë në muaj është e vetmi ardhur për të, bashkëshorten dhe 2 fëmijët, pasi 20 vjet më parë humbi shikimin. Nëse nuk do kemi vëllezër, motra që të mund të na ndihmojnë, kjo do të thotë që është një vështirësi e jashtëzakonshme. Do të thotë që të ketë raste që të flesh pa ngrëndarkët. Shoqëruesja e tij është bashkëshortja, por këtë e konsideron veten me fat, pasi shumë persona të tjerë me aftësi të kufizuar i kanë braktisur edhe shoqëruesit, sepse edhe ata nuk marrin pagesat. Aliu është paraplegjik dhe vështirësitë janë shtuar edhe për të në 2 muajt e fundit. Dikush normal, dele punon nga e merr diçka. Kurse një paraplegjik, jo me karrige me rrota, nuk ka se ku të shkojë. Ai tipo nuk i ai edhe bosh nuk i japin njerëzit, thonë kjo është me karrige me rrota, nuk kemi se ku t'ja marrin. Shumë persona të tjerë me aftësi të kufizuar nuk marrin pagesën e paaftësisë që nga qershori. Pagesat e prapambetura do të shlyhen vitin e ardhshëm, tha kryeministri, por të paktën brenda muajit do të marrin paratë e dhjetorit. Ne do të përpiqemi që të mbajmë peshën e përgjegjësisë, pavarësisht se padrejtësisht jemi detyruar të mbajmë peshën e një përgjegjësie që s'është e jona. Por ne jemi sot qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe borxhin juve qeveria e Republikës së Shqipërisë e ka. Ta mbajmë të peshë çdo ditë për të bërë çmos që deri para vitit të ri ju të merrni pjesën e pagesës që i takon këtij muaji dhe pastaj më një herë me buxhetin e ri ju të merrni atë çka prej kohësh nuk e keni marrë dhe pastaj prej vitit tjetër ju të merrni rregullisht pagesat tuaja, cili do qoftë problemi ynë. Për gjendjen në të cilën gjenden sot personat me aftësi të kufizuar, kryeministri Rama përgjej se bëri qeverinë e shkuar. Deficiti arrin deri në $50 milion. Me llogaritë të shpifura, shpifjesh, në formë shifrash dhe sharjesh duan të lajnë duart dhe ta kalojnë përgjegjësinë e jashtëzakonshme të mos pagesave shpërfillse ndaj jush për vite e vite, tek ne që jo vetëm sot për sot s'kemi asnjë përgjegjësi, por edhe s'kemi dhe asnjë lek të mbetur në arkën e këtij viti shkatrimtar për buxhetin e bërë rrusha kumbulla prej tyre në fushatën elektorale të qershorit. Kryeministri tha gjithashtu se listat e përfituesve do të pastrohen, pasi sipas tij deri në qershor janë paguar persona në mënyrë fiktive.